betej, përveç forcës shpirtërore, psikologjike, sigurisht që ka edhe shumë shpenzime financiare. Është pekim në fakt të kesh pranë njerëz që të zgjasin dorën pa zhurmë, por me zemër. I ke patur këta njerëz, si ke përballuar gjithë anën financiare, kimioterapit, trajtimet, operacioni, post-operacion, duke qenë se je edhe një nënë e vetme. Sigurisht që shpenzimet janë shumë të mëdha. Si ana psikologjike flasim, por është edhe ana ekonomike. Por siç e cilësova pak më para, që çdo e keqe e ka një të mirë, prap dua ta them këtë gjë, që çdo e keqe e ka një të mirë. Unë fal kësaj sëmundje njoha njerëz të shkëlqyer, njerëz që më kanë ndënjur afër, njerëz që më kanë ndihmuar pas një interes, njerëz që e kanë zemrën e madhe dhe për më tepër më kanë mbështetur si nga ana financiare, ekonomike, por dhe nga ana shpirtërore. Dhe këtu dua të flas për televizionin që unë punoj. Mund të duket klishe, sepse unë punoj këtu dhe duhet të flas për televizionin tim, por jo. Jam mirënjohëse gjithkohës për mbështetjen si shpirtërore që për mua nuk ka të paguar, edhe mbështetjen financiare. Nga më i madhi deri tek më i vogli, kështu që ju falenderoj dhe ju dua të gjithë. Bëhet qefi, që të paktën edhe këtë pjesë, sepse është edhe stres më vete për çdo familjar, për çdo person që kalon në këto kalvare, që janë protokollet për të ndjekur edhe që janë për tjetër të kushtueshme. Kemi shumë mangësira nga shteti, por që nuk duhet të futemi në këto linja, por duhet të flasim për gjërat e bukura dhe për këtë sëmundje që mendoj që duke qenë që është 1 në 6 gra ndodh të diagnostikohet, prevalenca e tillë do të jetë edhe në të ardhmen, po. Kjo është shumë problematike dhe shumë e hasur për ne gratë. Tani, mesazhin që të drejtoje stelave që janë aty jashtë te ekranit dhe po na ndjekin, grave që pavarësisht moshës kanë forca të ndryshme që është dhënë nga forca e tyre e brendshme, nga drita e tyre e brendshme për t'i përballuar. Se me të drejtën kur të shoh ty kam parasysh tamam vetëm një grua që lufton, luftarake dhe që shumë optimiste dhe kështu në fakt duhet të jetë çdo grua. Kështu jemi të gjitha. Se forca psikologjike që ka që madhe sa mposhtë çdo pjesë tjetër pastaj i përballon më mirë, sëmundjen, sfidat. Duhet të shijojmë çdo ditë. Duhet ta shijojmë çdo ditë sikur është e fundit. Edhe pse nuk jemi e pa diagnostikuar me këtë sëmundje. Duhet ta shijojmë atë lindjen e diellit, atë përqafimin e të dashurit që kemi afër, të fëmijëve, të njerëzve, të kolegëve. Kështu që jeta këto ka gjëra të bukura dhe mendoj që jeta është e ndërtuar me gjëra të vogla. Gjërat e mëdha ndodhin një herë në ca kohë, kështu që mund të shijojmë këto të vogla ditë për ditë. Nëse do t'i shkruaj një letër për gruan që ke qenë përpara kësaj sfide, dhe ti e ke shkruar një letër. Po, unë e kam shkruar. Do t'i thoje Stelës, një letër për veten. Pse jo? Ka momente që ne na dërgojnë letra, na bëjnë surpriza, familjarët, miqt. I kemi ezauruar këto në ekran televiziv. Por që është shumë e bukur. Këto moment kemi zgjedhur që pse jo? Këtë herë surprizën Stela t'ja bëj Stelës para operacionit, vetes së saj. Unë ju kërkoj ndjes sepse e kam shkruar, nga që kam shumë emocione dhe kam dëshirë që ta lexoj. Me kënaqësi, ta dëgjojmë të gjithë. Atëherë, e dashur vetja ime, e di që nuk ka qenë e lehtë. E di sa shumë ke duruar pa folur, sa shumë ke qarë pa zë, dhe sa herë je ndjerë e lodhur, por ke zgjedhur të ecësh përpara. Ti je përballur me një sfidë që të ka tronditur shpirtin dhe trupin, por nuk e lejuar që ajo të thyej. Në vend të dorëzimit ti ke zgjedhur shpresën. Në vend të frikës ke zgjedhur dashurinë për jetën, për vajzën tënde, për ata që të duan. Ke qëndruar edhe kur ke pasur të drejtë të biesh. Ke buzëqeshur edhe kur zemra të ishte bërë në copa. Dhe kjo të bën të jashtëzakonshme. Mos haro asnjëherë, ajo që kalove nuk të përcakton, por mënyra si e përballe, ajo po. Ajo flet për forcën tënde të vërtet. Ti je një grua me zemër të madhe, me qëllim të madh dhe me një histori që të frymëzon. Ky kapitull nuk është fundi. Është dëshmia që ti edhe në terë e di si të kërkosh dritën. Dhe drita do të vi, sepse ti e meriton. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Mua më prek shumë, e ndjej shumë, por duhet të them diçka. Unë gocës ime ja kam premtuar që
mami nuk do derdh asnjë pikë lot. Ne jemi të forta, ne do t'ja dalim dhe ditë të bukura vinë mbrapa. Shumë bukur, shumë e bukur si mesazh për çdo që është duke ndjekur këtë hapësirë, këtë bisedë për të marrë sadopak frymëzim edhe forcë. Ka gra që shkëlqejnë kur janë të bukura, ka gra që ndriçojnë kur ato mbijetojnë, edhe Stella, edhe shumë Stella të tjera që janë aty, siç e theksoi her pas here, na tregojnë çdo ditë me forcën e tyre se forca në fundit nuk është në trup, por është brenda nesh, është në shpirtin ton. Dhe për të mësuar mbi të gjitha se jeta mbi të gjitha është një dhuratë.